Dhe ja ku jemi bashkë dashur miq me recetat e Lenës. Unë e di që në shtëpitë e juaja i përdorni ato kockat, katroret e melmesave që i hedhim në gjella, në shujta, në mish, në përgimin e tyre. Por ja që sot Lena ka vendosur me na mësu me i bë të shtëpia, të shëndetshme, me produkte bio, të cilat mund t'i gjejmë shumë lehtë në treg. Len, s'po na lën sa me ble. Veç kur qohen tregtarët protest, më shel në emisionin e Lenës. S'bën që kjo emisionin e Lenës. Nuk bën kjo emision, mos e këshirni. Mos e bleni këto, na diçka du të me ble, Len, po blena pemë dhe perime. Qëre, edhe ato dora njeri ti ka produ? Po. Kështu që nuk jena të bu diçka tjetër ekstra, për ata që dojnë më ushqy shëndetshëm, për ata që dojnë me pas një mirë qenje të mirë shëndetësore, mundësi t'i kanë shpejt, let, edhe shishëm pa tjetër. Sot kena me bu kockat, ose një recet me kockat që zavëncën ose e kompenzon vegetën që e përdorim shumë. Kështu që për ata që qash shumë e përdorin vegetën, tash mujnë me ndru me këtë recet. Unë kam gjithë me bu me perime, edhe me erza, për shkak se preferencat për me misht pulës ose me dviqit janë si pas nevojës, si pas dëshires, edhe për shambull e kom përzgjedh për më mujtë mjashtu edhe supës peshkut edhe supës viqit edhe supës pulës, varet si pas dëshires, për ata doshta me bu me perime. Më thonë qep, e kemi marrë edhe qep trese gjatë marketin e peshqive, karot, është ato karotat e vogla që dalin zakonisht të vegeta ose të ato. Gjithë dafine, vaj ulliri, xhenxhefel, mund bën edhe pluhën, na e patëm gatshëm. Magdanoz, bën edhe të freskët, krip, piper edhe shafran